Shqipëria ka barazuar në shifrat 0-0 ndaj Serbisë, një ndeshje që u zhvillua në mënyrë fantastike nga kuqezinjt, por në fund humbasin 2 pikë. Ajo që ka fituar pikën ishte Serbia. Raste të shpërdoruara të pastra nga ana e Shqipërisë bëjnë që kjo ndeshje të japë dhimbje koke për tifozët shqiptar, të cilët u derdhën të shumë në Tiranë, por nuk mundën dot që të festonin në fund një fitore kundër Serbisë. Pengu më i madh ishte padyshim ajo humbje penalltie nga ana e Rejmanajt. Goditja e sulmuesit shqiptar ishte shumë e dobët, ndërsa përjetimi i vakët e tij pas asaj humbje penalltie ishte po aq shqetësuese, një ndeshje fizike të rëndësishme dobët e Manaj, që rrëzoi pas çdo kontakti me kundërshtarën në tokë, pa fituar kur faull, por ajo që të bën habi është gabimi i madh i Silvinjos. Manaj kishte humbur 3 seanca stërvitore dhe në fund trajneri i besoi penalltin dhe vënën e titullarit këtij lojtari, në një kohë që Kristian Aslani është kthyer në lojtarin kryesor që ekzekuton penalltitë e Interi. Diferenca nga Shqipëria te Interi është e madhe, por këtë herë nuk ishte Aslani që do të ekzekutonte penalltin, por Rejmanaj, dhe në fund e humbi atë.